kompani e lidhur në mënyrë indirekte me grupin e dyshuar kriminal, Troplini, ka marrë pak ditë më parë vizton e Këshillit Teknik të Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës për ndërtimin e një kulle 12 katëshe në Radhim, ndërkohë që më herët aplikimi është shqyrtuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, KKT, një strukturë në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Në 29 korrik 2026, Këshilli Teknik, në varësinë të ministrit Blendi Gonxha dhe në drejtimin e Endri Haxhiut, ka miratuar raportin e miratimit arkeologjik në kuadër të projektit Strukturë Polifunksionale me 2 korpuse me funksion banim, hotel dhe shërbime me 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 14 kate mbi tokë dhe 2 kate nën tokë, me vendodhjen e Radhim, Bashkia Vlorë, me zhvillues subjektin 2B&U Company SHPK. Kompania investitore rezulton të jetë themeluar nga sipërmarrësi Vexhi Danaj, një shoqëri e të cilit është vendosur nën sekuestro nga gjykata e posaçme në kuadër të hetimeve të prokurorisë speciale për grupin e dyshuar kriminal të narkotrafikut, të drejtuar nga Elvis Doçi, visi i Pojës. Në kuadër të veprimeve proceduriale, prokuroria e posaçme identifikoi disa pasuri të anëtarëve të grupit të dyshuar kriminal. Mes tyre Spaku deklaroi se kishte vendosur nën sekuestro pasuri të regjistruara në emrin e Nexhmedin Danaj, nga Vlora. Në listën e pasurive të sekuestruara ishte edhe një kompani e përfshirë në aktivitete mediatike, Vlora Cable. Vexhi Danaj nuk rezultoni përfshirë drejt për drejt në hetimet për grupin Troplini. Në prill 2026, pronari i saj, Vexhi Danaj, vendosi t'i dhurojë të gjithë aksionet e kompanisë tek fëmijët e tij, Ultiger, Brisilda dhe Brikena Danaj. Kjo treshe është tashmë pronare e 2B&U Company SHPK, kompani e cila ka marrë viztë në fund të këtij korriku nga Këshilli Teknik i ministrit Blendi Gonxha për kullën 12 katëshe në Bregdetin e mrekullueshëm të Radhimës, në Vlorë.